Përshëndetje të nderuar miq. Çështja e ngërçit politik po kthjellohet me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, si e komentova, pra akt vendimin ose aktgjykimin. Në disa pika do t'i kushtoj një interpretim dhe me këtë rast po komentoj deklaratën të emituar në TV Klan Kosova të Fidani të përparim Grudës, i cili të themi 95% të deklarimit në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese mendoj se po e keq citon në fakt dhe ka gabim kur pohon se gjykata kushtetuese ka vërejtur se kryesuesi i seancës dhe seanca konstituive kanë qenë antikushtetuese. Nuk po e thot zoti Gruda se cili dispozitiv, pra e citon, tha pra bër shkelje, dhe të themi ky ishte edhe pohimi i parashtruesit të ankesës. Edhe siç e deklaroi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti se shkelja ka të bëjë kryesisht me rendin e ditës dhe jo me, ose të themi me dështimin e seancave, dhe në fakt seanca që ka dështuar, pra seancat në përgjithësi, domethënë vazhdimet nga dita e parë, domethënë ka dështuar, prandaj mos themelimi faktikisht është edhe shkelje e kushtetutës dhe rregullores së kuvendit. Dhe ja se çfarë deklaroi kryeministri në detyrë Albin Kurti për këtë. Tash keq leximi që i ka bërë opozita aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe keq interpretimi që e bëjnë vazhdimisht është rreziku më i madh për të na larguar nga parafrimi i nevojshëm. Sepse kemi keq lexim. Gjithashtu është për mua e çuditshme se si nuk e kanë ndërmend ta ndalin bojkotin ndaj propozimeve tonë. Pavarësisht se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014 në pikën 128 thotë që të gjithë deputetët, do të thotë sipas tyre secila duhet të votojnë për kundër ose abstenim, ata vazhdojnë ta bojkotojnë këtë çështjen e komisionit për votim të fshehtë. Dhe bojkoti i komisionit është praktikisht bojkoti i konstituimit. Meqense mund të bojkotosh kur vje puna në një ligj më vonë, në një projekt ligj që sjell qeveria. Por nëse bojkoton në seancën konstituive, je duke bojkotuar konstituimin e kuvendit. Këtu nuk e dia janë duke kuptuar se me mos votim çfarë po bëjnë. Dhe krejt në fund, para se të kalojmë tek pyetjet eventuale tuaja, në faqen 47 të fundit të aktgjykimit gjykatës kushtetuese, në pikën e parë thuhet që seanca e konstituimit nuk ka përfunduar dhe nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të Kushtetusës së Republikës Kosovës. Të nderuar gazetar, le ta shohim se çka thot ky neni 66 në pikën 1. Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese na ka thënë, konstituimi i kuvendit më së largu është dashur të bëhet me 15 maj. I keni pas veç 30 ditë. E tash, meqense nuk e pas keni ditur, po a japim 30 të tjera deri me 26 apo 27, korrekt nuk e di cila datë i bie saktësisht. Nuk ka të bëj as me votimin e fshehtë, nuk ka të bëj as me komisionin për votimin e fshehtë. Ne vazhdimisht vim në seancë që të votojmë, kur votojmë për, ne nuk jemi bllokuesit dhe sidomos tani që ofruam 2 kompromise duke lëvizur nga pozicionet tona. Pra siç deklaroi zoti Kurti, punët do të kishin vajtur mirë, po ta votonin deputetët. Pra, po ta votonin propozimin e vetëvendosjes dhe koalicionit,
Gjithsesi, duhet të themi se ka edhe zbrasi ligjore sa i përket seancave konstitutive, sepse kjo është pra përbën një precedent që na paraqitet për herë të parë dhe të themi as rregullorja e Kuvendit nuk e përshkruan se çfarë do të bëhet kur nuk arrihet pra konsensus, kur nuk arrihen votat e shumicës. Ose ta themi të shtrohet pyetja se pse pra nuk bëhet obligative votimi i organeve të Kuvendit në mënyrë që mos të kemi ngjarjen, mos të vim në këtë situatë siç kemi ardhur deri tani. Pra, pa konstituimin e organeve të Kuvendit nuk mund të ecë tutje. Në Gërçi pra u krijua pikërisht kur opozita e shkelje rregullore nuk përfilli propozimin e lëvizjes vetëvendose, edhe pse drejta e propozimit të kandidatit për kryetar të Kuvendit i takon në këtë rast lëvizjes së vetëvendosjes dhe koalicionit, partisë fituese ose partisë së parë, dhe koalicioni me këtë rast ka propozuar Albinën Haxhiun dhe të themi tani si mund ta kundërshtosh kandidatin e partisë së parë, me çfarë të drejtë të themi. Pra opozita nuk ka të drejtë të përzihet ose t'ja diktoj se kë e propozon partia fituese, fituese e zgjedhjeve, domethënë vendit të parë, dhe kemi dëgjuar pra deri tani farsën e tyre të opozitarëve ndrysh, pra duke thënë ndryshon e kandidatën, pastaj ne e votojmë, por gjithsesi kjo është absurde sepse kjo mund të themi edhe cinike, sepse Albulena i plotson kushtet të votohet, pra është argumentimi i tyre bluff i opozitës kur e thonë ta ndryshoni kandidaten, atëherë do ta votojmë. Në fakt opozita nuk e pranon pra as Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendose si parti, sepse e quajnë të rrezikshme për shtetin. Atëherë pse duhet ishte kjo, pra ky argumentimi tani për Albulenën dhe për ta të themi të drejtën nuk është asgjë e mirë dhe asnjë kandidat në këtë rast nuk do t'i plotësonte, mirë po e përdorin vetëm si mjet për ta bllokuar themelimin e organeve të Kuvendit. Pra LVV është fituesja, kështu ka folur populli, opozita duhet t'i respektojë këto norma, ta respektoj ligjin, të njohë rezultatin e zgjedhjeve dhe ta votoj kandidatin e propozuar. Pra, duhet kuptuar se konstituimi i organeve të Kuvendit është një proces i domosdoshëm, sikur votimi, pra pranimi i rezultateve, verifikimi i mandateve, në të cilën domethënë deri një kohë nuk e bënin sepse mendonin se është gabim, mendonin përmes kësaj procedure ta bllokonin sërish Kuvendin dhe betimi i deputetëve në fund vije dhe krimi i organeve. Pra, edhe gjykata është dashur të mos komentoj, pra të mos komentoj të jap hapësirë komentimit gjithë partive, por ta bëj këtë obligative dhe në këtë rast të mos i mbroj grupet, të mos thirret pastaj në bërjen e kompromisit, mirë po të jetë obligative, sepse këtë siç është pra rezultati i zgjedhjeve dhe bindja që fituesi ka të drejtën, pastaj kryesuesi i Kuvendit të vazhdojë tutje. Pra, t'i kthejmë intervistës përparim Grudës PDK-s. Përparim Gruda si jurist më i mirë, pra deklaroi me 28/6 2025 në konferencën se lëvizja vetëvendosje duhet të ofrojë kompromis për daljen nga Gërçi dhe citon pikën 130 të aktgjykimit se vetëvendosja duhet siç e ka fituar shumicën, kjo duhet të arrijë prandaj një kompromis me opozitën ose me partinë e dytë të tretë, dhe të themi kjo kërkesë është si një lloj pazari që të hyhet, pra nëse hym në këtë nuk përfundon askund kompromisi, pastaj do të gjenden edhe shkaktorë tjerë dhe çdo lëvizje pastaj do të kurzohet me heqjen dorë nga të drejta dhe obligimet kushtetuese dhe kjo gjë nuk është e mirë. Pra apeli i gjykatës për kompromis është të themi normativ, pra është deri diku moralizues, por si do kudo është i mirëpritur, por nuk përmirëson gjë kjo rekomandim, vetëm e dobëson besimin e ligjit dhe në përmbajtjen ligjore që duhet jetë pra obligativ në mënyrë që palët të pranojnë realitetin e krijuar.
Në shkurt dhe ti thuash pra partive politike, deputetëve, bëni kompromis me rregullore, me ligjin, shkelni ligjin për teket e dikujt se nuk i pëlqen një kandidate, etj. Kjo është pra jo serioze dhe të themi edhe jo ligjore. Kjo i bie sikur të thuash nuk i pranoj zgjedhjet, nuk pranoj pse X apo Y ka fituar kaq e kaq vota, nuk pranoj pse zgjedhjet u shpallën të mbahen në shkurt etj. Pra, për këtë po themi se është dhe një përshkrim se si duhet të ishte. E mira e punës është pra që ti bindesh ligjit, ti akceptosh rregullat e lojës. Por e njëjta gjë u kërkohet edhe grupeve tjera. Domethënë, është interesant se si zoti Gruda e argumenton këtë pjesën, e trajton vetëm pjesën sa i përket kompromisit që duhet bëj vetëvendosja, edhe të cilin e ka bërë, por po shihet e qartë se opozita është bërë pra blok për të kundërshtuar ecjen tutje, konstruimin e kuvendit dhe përparim Gruda e lexoi pikën 130, pasazhin vetëm që e kërkon kompromisin nga partia e parë dhe pjesën e opozitës e anashkaloi pra. Ta shohimi se pse anashkalon dhe domethënë i referohet vetëm pjesës së parë, ndërsa pika 130 që flet për kompromisin përmban edhe obligimin e opozitës. Ta dëgjoj. Lexoj këtë paragraf të gjykimit. E para, gjykata kushtetuese ka thonë, shprehimisht, nuk mundet e drejta e partisë fituese me propozu kandidatin për kryetar kuvendit, cilën nëse kemi kontestu kur, nuk mund të kthehet në mjet bllokimi për kuvendin e Kosovës. Dhe e dyta ka thonë, i takon grupit që propozon kryetarin për kuvend me arrit marrëveshje, me bo kompromis dhe me arrit konsenzus me parti tjera politike për mi siguru votat. Tani unë po e lexoj një rak gjykimi dhe do të filloj me interpretu fjalë për fjalë. Gjykata nënvizon se e drejta për propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit është ndëlirë në mënyrë drejt për drejt me arritjen e shumicës vota të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Si e tillë kjo drejtë e propozimit kandidat për kryetar të kuvendit përbën një kostisht dhe një detyrim për grupin më të madh parlamentar për bashkëpunim në mirë besim dhe konsultim konstruktiv me grupet tjera parlamentare për të gjetur konsensusin apo kompromisin e nevojshëm dhe kjo e drejt në asnjë mënyrë nuk mund të rezultoj me bllokimin e kuvendit Kosovës. A kemi thonë stona? Konsensus, kompromis. Nëse nuk janë qëtu para 3 javë, unë të këmë thonë të njëjtat fjalë. Po, kemi thonë, ju ka në zoti Nuk mund të kthehet mekanizëm bllokimi. Sepse juristi du të me ditë si mjeku, kush kesh të mjeku thu komunikolla, du të me ditë që atë kalon, atë që atë bënë. Dhe juristi du të me ditë, së zbulojmë unë e nëzet. Tani. Si që po pra zoti Gruda e lexoi vetëm pjesë të pikës 130, si që dëgjuat dhe mungoj pjesa tjetër, për nga rëndësia, sepse tha që është një profesionist dhe nuk interpreton to në baza partijake çështjet siç është kjo akt gjykimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të barabartë. Dhe këtu nga pika 130, pra nëse shihet ja pra domethënë 2 pjesë ku kërkohet edhe kompromisi i opozitës, kompromisi i partisë së parë që ka dalë fituese. Një problem tjetër është edhe debati, si që ceka në një debat televiziv, thash se as deputetët nuk mund të quhen legjitim në aspektin legjitim janë, sepse janë certifikuar, kanë dhënë betimin, është bërë verifikimi i tyre, por në aktgjykimi thuhet se legjitim bëhen atëherë kur konstituon organet e kuvendit. Pra, deri tani pasi që nuk është konstituar, atëherë i bie që pa themelimin e organeve, atëherë as deputetët nuk e kryejnë funksionin legjitim. Pra, veni re mandati deputetit, sipas pikës aktgjykimit, fillon me certifikimin nga Komisioni Zgjedhor e para, pastaj vazhdon verifikimi i mandateve, dhënia e betimit dhe po e përsëris edhe një herë, funksioni i tyre sipas gjykatës në pikën 138 fillon, ose mandati i deputetit fillon pasi pra të bëhet themelimi i kuvendit. Pra, deputeti përfaqëson sovranin, por ky përfaqësim nuk mund të jetësohet në aspektin institucional pa konstituimin e kuvendit.
Ja, do më thonë, po e postoj edhe pikën 138, të cilën e citova, dhe çfarë nënvizon gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj, do më thonë, këtë pikë. Faktikisht, kjo është, do më thonë, funksioni legjitim i deputetit bëhet në plotni vetëm kur themelohet ose kur krijon organet e kuvendit. Tani do t'i përkushtojmë intervistën zotit Gruda dhe lidhur me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Pra, përparim Gruda tha se interpretimit lidhur me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese do të bëjnë në mënyrë të pambarë, siç e kërkon partia, por vërtet nuk e bëri. Sepse është në interes të tij politik dhe këtë e bëri vetëm në mënyrë deklarative dhe siç e bëri edhe interpretimin dhe këtë tani do të shohim disa pjesë se si interpreton ai. Po, janë disa pika kryesore të aktgjykimit gjykatës kushtetuese, të cilat nuk janë vetëm pikpamjet PD-k-s. Unë po flas këtu më shumë si profesionist, si jurist, dhe jam gjendje me mbrojtje. Po, si çdo, jam gjendje me diskutu me çdo jurist tjetër dhe unë po du me them fillimisht që unë nuk e interpretoj një diçka në pikpamje juridike sepse don partia ashtu. Do nuk i tratoj parimet e profesionit tem se po don partia. Mendoj do të më bë secili jurist, do të më thonë kryetarit partisë se kujdo qoftë se kjo nuk është kështu. Po ajo që do të them këtu është profesionale, cilën PDK-ja po ashtu e mbështet dhe nuk është që imi është edhe ekspertëve të tjerë që kemi diskutuar bashkë parti. Unë mendoj që janë 4 elemente kyçe të 3 elemente do të thosha për fillim kyçe të aktgjykimit. E para është aktgjykimi konstaton thotë që çdo seancë që është zhvilluar deri tani është zhvilluar në shkelet kushtetutës. E keni në dispozitiv të aktgjykimit, edhe më lejoves të referohem shkurt që me i kemi pas të pas minuta, pa problem. Publiku mos mendon që po manipuloj unë për arsye politike. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në pjesën operative thotë qartë. Seancat konstituive të Kuvendit të Republikës Kosovës e filluar me 15 prill 2025 nuk ka përfunduar si rezultati i moszgjedhjes kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të 966. Thotë kështu. Nuk është zhvilluar thotë në pajtim me 966 kushtetuese. Ka thotë 966? 966 cakton procedurën e zgjedhjes së Kuvendit. Kush i ka bërë këtë shkelje? I ka bërë vetëvendosja me Avni Deharin. Se na se kemi udhëheq seancat, apo? Jo. Seancat i ka udhëheq Avni Dehari me direktivat e vetëvendosjes. Aktgjykimi po thotë nuk janë zhvilluar sipas 966. A mund na më thonë që kanë shkel kushtetutën në 4 muaj? Po, shumë e qartë. Unë po të shtoj aktgjykimin. Po thotë nuk është zhvilluar sipas 966. A kemi marrë na pjesë në zhvillimin e këtyre seancave? A kemi caktuar na që zhvillohen këto seanca? Jo. Gjithçka është udhëheq nga lëvizja e vendosjes. Kështu që konstatimi i parë i gjykatës shumë i qartë është që kemi pas shkelje për 4 muaj të kushtetutës. Kjo është e qartë, kushdo mund ta lexoj. Është paragrafi i parë i dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Pra, përparim Gruda deklaroi në fakt se do ta bëj interpretimin si profesionist, por në fakt e bëri të kundërtën, dhe kjo dëshmon, domethënë, nëse dëgjojmë përgjigjen e tij. Ti shkojmë tutje me rend. Interpretimi i parë ose gabimi në hapin e parë tha se e citoi dispozitivin ku shkruan në fakt se do më thonë se përshkruhet se çdo seancë që është zhvilluar, është shkelje kushtetuese, dhe përparimi sjellli pra citatin, edhe në fakt nuk e interpretoi më tutje se seancat, do më thonë seanca ishte antikushtetuese, sepse në fakt nuk arriti të konstituohet. Kjo do thotë se nuk është shkelje siç i atribuohet ose siç i atribuon ky vetëvendosjes dhe kryesuesit, por në fakt është antikushtetuese sepse nuk arrit që të krijohet, dhe këtu faji është i deputetëve, që nuk e votojnë, se duhet nuk është vetëm pjesëmarrja, por votimi, si të themi, në një aspekt duhet jetë edhe pozitiv, sepse nëse nuk votohet, atëherë pastaj nuk krijon organe, dhe krijimi i organeve do të thonë që jep hapësirë pastaj që të gjithë të shkuat tutje, pastaj të krijohet qeveria. Qeveria nëse vetëvendosja nuk e themelon, nuk i bën urat, atëherë i vije radha opozitës. Mirë po, me këtë rast, po bëhen domethënë të gjitha këto ngecja dhe po bllokohet procesi. Antikushtetuese, të themi, është veprimi i opozitës që, thjesht tash nuk e voton, bën shkelje, mbas edhe si profesionist zoti Gruda nuk tha se opozita po bën shkelje, gjithashtu se nuk po voton. Pra,
nuk po e mundëson konstituimin e Kuvendit dhe qëllimi është që ta bllokoj, që të mos mundësohet Albin Kurti që ta bëjë qeverinë e tij. Pra, tha nuk po manipuloj për arsye politike, mirë po e bëri të kundërt. Pra, po bën manipulim. Të thuar se nuk bëj manipulim dhe bën manipulim, atëherë kjo i bie bara se po bën manipulim të qëllimshëm. Gjithashtu, përparim Gruta tha se lëvizja vetëvendosje e Avni Dehari e ka shkelur kushtetutën, pra se e ka udhëhequr seancën, por të themi çfarë shkelje ka bërë, pse nuk është arritur shumica, nëse nuk arrit numrat atëherë nuk është faji i kryesuesit të seancës, sepse në shumicën domethënë nuk arrit shumica që 61 deputet të kishin siguruar pra votën dhe që Kuvendi dhe që organet e Kuvendit të themelohen. Avni Dehari sipas tij, pra sipas zotit Guti ka shkelur kushtetutën. Ky ka qenë antikushtetues sepse ka kërkuar votim të fshehtë në mënyrë, kjo është kërkuar në mënyrë të racionale që të krijuar institucionet. Pra çka ka këtu në këtë aspekt antikushtetuese? Pra ka qenë vetëm përpjekje për ndryshim të mënyrës së votimit, e që është sipas rregullorës e lejuar, edhe pse në fakt këtu mund të ketë ka të drejtë që për këtë është dashur të merret vesh qyshe nga ish udhëheci ose ish kryetari i gjykatës i Kuvendit, por në të cilën nuk është bërë, pastaj sepse askush nuk e ka llogaritur se nuk do të bëhen numra, sepse askush nuk e ka llogaritur se opozita do ta votojë krimin e organeve. Të shkojmë tutje. Gruta tha se 4 muaj është shkel kushtetuta, siç e tha, sepse kryesuesi i seancës ka proceduar pa çdo dështimi me vazhdimin e seancës dhe domethënë 4 muaj ka zgjatur dhe vazhdon tutje. Fajtor këtu sipas Grutës është vetëm partia fituese, pra asesi nuk është opozita. Dhe kjo është ai interpretimi profesionist të themi i tij i gabueshëm. Pika tjetër e rëndësishme që analizoj zotë Gruta është çështja e votimit të fshehtë. Çfarë thot, pra nuk sipas tij nuk ka mundësi të kthehet në fillim. Çështja ndër më kryesore ka qenë votimi i fshehtë. Po ashtu votimin e fshehtë gjykata kushtetuese e ka shpallë si jo kushtetues. Ka thonë nuk mund të ndrohen procedurat e votimit në Kuvendin e Kosovës për kryetar pasi kanë filluar. Dhe unë mund t'i elaboroj në vijim se cilën pikë po i përmend një herë për. Po nal pikë 3 pikat kryesore. Pika e tretë është zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, ku gjykata kushtetuese ka përcaktuar në mënyrë qartë që partia që është fituese relative e zgjedhjes është e detyruar me bashkëpunu, me bë kompromis dhe me arrit konsensus dhe me bë kompromis. I përdor këto dy fjalë gjykimit dhe diskutojmë vijim kësaj interviste, por me arrit tek zgjedhja e kryetarit të Kuvendit thotë nuk është veç e drejtë për me propozu, po është edhe obligim me konsultu me parti tjera dhe thotë kjo drejtë e fituar prej zgjedhjeve nuk mund të shndrohet në mekanizëm bllokimi për të tjerë. Edhe unë jam gjendje me diskutu bashkë detajet e këtij aktgjykimi. Sipas tij, për një votim të fshehtë është dashur të merret vendimi qysh në start dhe tani nuk mund të kthehemi. Sipas tij nuk kthehemi, prandaj duhet të mbesim kështu të bllokuar. Mirë po gjykata kushtetuese thotë që duhet të ecë tuti, duhet për kompromis në aspektin që seanca të vazhdojë dhe të arrijë numrat për të krijuar organet e Kuvendit dhe shumica nuk po kuptojnë se krimi i organeve të Kuvendit është organi më i lartë që vendos pastaj për qeverinë, vendos atë shkohet në zgjedhje, vendos edhe për postin e presidentes ose presidentit, prandaj këtu duhet të vihet theksi që të krijohen organet pavarësisht se kush edhe se zgjidhet Albulena, ajo do të jetë në detyrën e kryetare e Kuvendit dhe do të jetë aty kryetare për të gjithë subjektet politike. Pra, duhet ndorë përgjegjësia, nuk duhet të bërë përgjegjëse vetëm lëvizjen vetëvendosje, sepse ajo ka bërë domethënë kompromise, ka ftuar për marrëveshje partitë politike, madje jo vetëm për votim të krijimit të institucionit më të lartë në vend, por ka bërë edhe ftesë për të krijuar koalicion qeveritar, pra në mënyrë që të krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse me 2 partitë më të mëdha, pastaj në mënyrë që të bëhen edhe shumë punë tjera, të kryhen shumë procese të cilët kanë ngecur. Mirë po me këtë rast opozita është disi nihiliste, pra nuk pranon asgjë s'pari, thotë të bëjmë pazare, mirë po, pastaj thonë nuk bëjmë pazare dhe kjo në të vërtetë është absurde.
Pra, PDK dhe LDK nuk ja votojnë kandidatin, vetë vendosë koalicion, sepse kështu ja voton, sipas tyre, ja votojnë edhe pushtetin, duhet ja bëjnë edhe qeverinë, edhe pse nuk e kanë të obligueshëm dhe askush nuk po thotë se duhet ja bëjnë qeverinë, pra ja votojnë kandidatin vetëm atyre kur, domethënë nëse kandidati ju pëlqen. Por kjo nuk shkruan askund në kushtetutë, nuk shkruan askund në rregullore se ata të cilët japin votat në këtë aspekt ja mundsojnë të zgjidhet kryetari i kuvendit, duhet ju pëlqej kandidati. Askund nuk shkruan, prandaj është jo legjitime. Dhe pasi zoti Gruda këtë e spjegon sipas mënyrës së tij. Thot mekanizmi bllokim. Po çfarë është më rëndësi? Thot duhet të grupi më i madh parlamentar, thot duhet të gjej konsenzus edhe kompromis me partit tjera. Nalemi këtu, fidan të diskutojmë dy fjalë, konsenzus dhe kompromis. Se çdo fjalë ka rëndësi në aktgjykim. Ky është ai që thonë në interpretimi tekstual. Konsenzusi është me mujt më marrë vesh me tonë. Kompromisi, në çdo interpretim gjuhën shqipe nuk kupton shimin pe. Na i kemi botë të dyjat. Po, veç, ta sot përzulë kompromis me dy nën-kryetarë, se thanë kryetarë dhe dy nën-kryetarë shkojnë paket. Edhe kompromisin, sot vetëvendosja tentoj ta vullos me propozimet për dy nën-kryetarë që vinë nga LDK dhe PDK. Mas pari, zgjedhja e kryetarit dhe nën-kryetarëve janë dy faza ndryshme të procedurës. Njerë zgjedhet kryetari, mas tani nën-kryetarët. Grupet më të mëdha parlamentare kanë nën-kryetar kuvendi, po kryetar kuvendi ka veç grupi më i madh parlamentar. Tani, na jemi tek faza e zgjedhjes kryetarit kuvendit. Kompromisin e kemi bon na. Pse? Na nga fillimi kemi thonë, ok, votojmë një kandidat pushtetit. Po nuk është detyra e opozitës me ja votu kandidat pushtetit. Na kemi thonë votojmë një kandidat. Me qenë se takon e drejta në propozoj, votojmë. Cili është kompromisi që ka bo vëvaja? Cili është lëshimi që ka bo vëvaja? Dhe për fund zoti Gruda e përsëriti se lëvizjeve vendosje ka shkel kushtetuar, nuk kështu edhe do të vazhdoj tutje. Do më thonë, në këtë intervjist zoti Gruda bëri keq interpretim, do më thonë me këtë edhe po bën edhe një kontribut të tij për bllokim dhe për ngërç, në vend që ta jap një mendim profesionist të gjithanshëm, ta pranoj edhe gabimin që po e bën opozita, dy parti tjera, e dyta dhe treta, dhe me një mentalitet të tillë vështirë të ecet tutje. Miq të nderuar, kjo ishte tëra, pra ju falenderoj për vëmendje, deri në paraqitjet të tjera, mirupafshim.